E shihni këtu përballë tek televizori tek muri. Ku shikon ti? Unë nuk e shoh. Nuk e shoh. Unë nuk shikoj ti, gjysmë. Ja, shikoj. Mua, ja, ajo është qupa ime. Çupash? Ajo është qupa ime Sorkallja. Ajo është Sorkallja? Ajo. Faleminderit, Luanesha. Puz babi mojt, puz e. Po, Luanesha, kur erdhi tani në Tiranë, erdhi me gocat apo erdhi vetëm? Jo, janë në shkollë gocat. Pa shikoni pak? Të keqen. Ja Sorkallja në prap. Përshëndetje nëna. Sorkallja e bie Sorkallja. Nuk është në televizor ose në ekranin e telefonit. Ka ardhur këtu Kinseda. Kinseda nënë. Dhe të breja një surprizë të vogël. Të puz baba gjyshi. Si e ke raportin me të puthurën me gjyshin, Kinseda? E ka mavalet të puz, më puz njeri. Që kur kam qenë e vogël nuk e mbaj mend të më ketë dënë ta puth. Vërtet? Po vete ta puth thot jo, nuk puthem flesht. Të puth gjyshi ty thot, po jo ti mua. E kam si edukat. Jemi shumë mirënjohës për ndihmën që ata na kanë bërë, sidomos kur vllai ka qenë i vogël, që ata janë kujdesur shumë për të, si nip e kanë pikë të dobët. Vetëm një falënderim shumë të madh për sakrificën që kanë bërë dhe sepse nuk e kishin të detyrueshme.